Unë kisha një shumë kohë të gjatë pushim tani, pre Covidit, isha i qik smur, edhe tani ja i kam fillu prapë stërvitin 2 herë në ditë, edhe po eci shumë mirë, mezi po presh të bëjmë ndeshjen e radhës, ndeshja 7, profesionist, s'kam asnjë humbje momentalisht, edhe duhet t'ja tregoj shqiptarëve se kush jam, qa merita kam edhe qa fuqie kam, se kam bërë shumë kohë boks amatori, që nuk më njohin njerëzit, kam 200 ndeshje amatori edhe kam hyrë me 28 vjeç në profesionizëm, ku kam tani 6 ndeshje të fituara, një barazim. Kam bërë stërvitje, kam bërë shumë në natyrë, kam bërë 2 herë në ditë stërvitje, u mora edhe shumë me biznesin tim, se mirë me apartamente, blej shes apartamente, edhe me boksin, 2 herë në ditë stërvitje, në mëngjes qohem, bëj vrap, në darke, bëj këtu në palestër ose bëj jashtë boksie. Boksin e bëndo në çdo vend, normalisht, në natyrë, ke mundësira sa dush. Ja kam thënë një mirë, nuk do heqësh dorë nga boksi. Për arsye se ne jemi një familje që jemi rritur me sportin. Jemi rritur, unë që 6 vjeç në thënë, jam marrë me sport, jam marrë me boks, po në mënyrë të fshetë se Enver Hoxha nuk nga linde, ishte ndaluar dhe bënim stërvitje me dhoj tipash. Sporti boksit është një gjë jashtëzakonshme dhe është edhe veçantë. Edhe kam mësuar Xhekun që mos të heqi dorë nga boksi. Xheku po ecën në gjumë dhe Luan Krasniqit momentan. Në qoftë se ishte kohë e Luanit, tani po kanë ndryshuar gjërat. Boksi është, si ta them, nuk janë korrekt njerëzit. Duhet të vetë Xheku ta menaxhoj boksin, e do ta menaxhoj, kam besim. Kjo ndeshje ishte një ndeshje që të futem pra brenda, se kisha kohë pa bërë boks, atëherë kisha 2 vjet pa bërë boks, edhe kjo ndeshja ishte mas 2 vjetësh që u futa prap. Edhe mirë, po nuk isha nivelin tim që kam normalisht, si kam pas në amator, si kam pas në ndeshjet e para profesionist, nuk e kisha këtë nivel. Edhe ta kap prap nivelin do kohë. Unë tani jam 1 muaj prap në stërvitje, unë edhe 2-3 muaj e besoj e kam prap këtë nivel, si kam pas. Edhe pastaj dhe më lartë. Unë jam tani 31 vjeç, unë dua deri 37, 36, 37, unë kam edhe 5 vjet e bukura që unë mund të jap forca pa fund, edhe mund të arri gjithçka për këto 5 vjet. Edhe jam shumë i bindur si edhe arri. Xheku mua më ka mbrava gjithë jetën. Unë e kam stërvitur vetë që 6 vjeç, e solla në këtë palestër. Ka bërë edhe çdo gjë, domethënë, ka pastru palestrën fillimisht, ka qenë izmeqar, nuk ndihej bënte çdo lloj pune, sa e afroi Ahimi, profesor i madh i tij, arriti që ta afroi, e kuptoi që do bëj bokser i mirë, edhe e mbajti shumë afër dhe arriti realitete, jo dhafe. Unë kam besim që do dali kampion bote. Përveç asaj, çuni është fejuar me një gocë nga Prishtina. Jam shumë i gëzuar në një familje shumë e mirë, edhe jemi pleksur tani, jemi kosovarë, shqiptarë, jemi bashkë, edhe më bërë shumë qefi. Babi më futi mu në boks, se atëherë në Shqipëri nuk lejohet e boksi. Këta bëjshë mundje, bëjshë në cirk, po boksi nuk lejohet e. Edhe më futi mu në boks, edhe unë kur filloj diçka, unë e mbaroj deri në fund. Unë jam një tip i tillë, unë kur filloj diçka, edhe u futa shumë fell boksit. Bra 200 ndeshje amatori tërë jetën. Isha me një këmbë në olimpiadë, me një këmbë isha në olimpiadë nuk më dhanë kundra anglezit, më bërë me hile. Po kjo është nese. Po pëlqen shumë boksi. Më ka mësuar edhe në jetë, si një njeri, më ka bërë një burr tamam, më ka bërë njeri edhe i zgjuar shumë. Më ka mësuar kaq shumë se unë kur fillova boksin, nuk kam qenë një talent i madh. Po kur pashë me punë, ref, çdo njeri, kështu në tërë fazën e jetës o kështu,
jo vetëm në boks, po bëre punë do rafësh çdo njeri, po edhe po bëre në biznes ose po mësove në shkollë, po bëre ti do bësh dikush, do arris diçka, gjithçka do arish. Po e bëre, po e mbajte me kohë, edhe po bëre humbje, do bish, do hypësh. Po koha e gjatë është si do vetëm do hypësh. Kur doli Xheku Deutsche Meister, i gjithë Gjermanisë domethënë, edhe i dham dhafi që Xheku do dali kampion bote, se s'bën. Edhe është i detyruar ta bëjë këtë gjë. Nuk është vetëm qefi. Unë si baba e këshilloj që patjetër të vazhdoj boksin, mos ta lej. Pretendoj për kampion bote, normalisht. Unë po mund të kisha pretenduar për këtë ryp, unë nuk do isha bërë fare boksier. Kjo është, po unë e di si unë do ta ri këtë. Unë kam vetë besim kaq të madh, sa unë e di. Është vetëm puna. Po e mbajta punën, unë e di se do ta ri. Vetëm punën do ta mbash. Kjo është vështësia. Më kupton? Vështësia është ta mbash punën ditë për ditë, dy herë në ditë stërvitje, të bësh ndeshje, të fitosh, do humbësh, do mësosh më shumë, do fitosh prapë nesër. Edhe kështu vjen suksesi. Çdo sport i jep njeriu e bën njeriu tamam njeri një sport. E bën burr, e bën njeri. Këtë gjë nuk i mëson dot në shkollë ose në rrugë ose diku. Këtë i mëson në sport. Edhe me një respekt shumë të mirë që e vlerëson veten, edhe hypën, hecën më lart në jetë, hecën. Se njeh shumë njerëz, shef botën, shkon në përbot, po të jesh një sportist i mirë, lëviz në përbot. Po të jesh një sportist i mirë, njofton shumë njerëz të ndryshme, edhe do mësosh, do të hapet horizonti, edhe vin njëra pas tjetrës, vjen. Tani kur bie nokaut më vjen keq, ose kur i thiet në një hund, në një kock ose në një vetull. Po edhe baba im ka qenë, jo se të them që ka qenë katil për mua, po ka qenë i pamëshirshëm. Më thoshte do bësh peshqitje, do bësh boks, do bësh mundje, janë shumë sporte të vështira, nuk është kollaj. Po me ato forca që kemi pas, me ato ndihmat e prindërve kemi ecur shumë. Edhe thash, djalin duhet ta bëj boksier dhe e ndava mendjen dhe e futa në boks. Xhek Paskali më nderoi dhe është djalë që mban llaf, nuk është djalë që penetron. Më tha bab, unë do bëhem kampion bote dhe do bëhet se s'bën kampion bote. Ja kam amanet, ja kam lënë amanet. Se i ka kondita, s'ka se si ka.